Sa shpesh duhet të ndryshoni sfungjerin e ENV? Mos e bëni këtë gabim. Sipas një studimi të ri të kryer nga ulëntuesi në Norvegji, rezulton se sfungjeri për larjen e ENV përmban më shumë baktere se sa furça e kuzhinës, e cila mund të jetë një mënyrë higjienike më e pranueshme për të larë enët. Salmonela dhe bakteret e tjera rriten dhe mbijetojnë më mirë në sfungjer se sa në furça, ndërsa arsyeja është se sfungjeri nuk thahet kurrë gjatë procesit të përditshëm, citon Trond Moretro, një shkencëtar në NOFIMA, Instituti Norvegjes për kërkimet lidhur me ushqimin. Sfungjer mund të përmbajë më shumë baktere se sa numri i njerëzve në planetin Tokë, ka shtuar autori i studimit të ri të botuar në Journal of Applied Microbiology. Edhe pse shumë baktere nuk janë të dëmshme, ato janë aty dhe mund të përhapen në sfungjer edhe në enët e gatimit. Prandaj eksperti këshilloi që nëse nuk bëni ndryshimin nga sfungjeri në furçë, atëherë sfungjerin duhet ta ndroni të paktën çdo javë.